Ndetje të gjithëve, qeveria shqiptare ka ndërmarrë një seri vendimesh të rëndësishme sot, ndër të cilat unë do prezantoj dy prej tyre. Atëherë kemi marrë vendimin për marrjen e masave të përkohshme për shmangjen e ndikimeve negative të platformës online TikTok. Ju, siç e dini, ne kemi zhvilluar një seri të gjerë konsultimesh me prindrit, rreth 65.000 prindër të pyetur në rreth 1.300 takime, të realizuara për sa i përket efekteve që lidhen me sigurinë e fëmijëve, që lidhen me sigurinë e tyre në mjedisin digital dhe efektet negative që rrjetet sociale dhe platformat të cilat kanë përmbajtje të pakontrolluara mund sjellin në shëndetin dhe gjithashtu mirëqenien psikoemocionale të fëmijëve. Në të gjithë këto takime që ne kemi kryer, konsultime, me qëllim edhe realizimin e planit veprimit të ri për sa i përket forcimin e mekanizmave të parandalimit, sa i përket incidenteve të cilat më pas shkaktojnë incidente që lidhen me dhunën fizike dhe gjithashtu edhe bullizmin apo edhe atë online, kanë qenë shumë proaktiv për prindrit dhe gjithashtu kanë rekomanduar dhe kanë qenë pro mbylljes apo kufizimit të platformës TikTok. Nga ana tjetër, ne kemi ngritur një grup ndërinstitucional pune me pjesëmarrjen e institucioneve të cilat kanë përgjegjësi direkte për mbrojtjen, sigurinë e fëmijëve dhe të rinjve edhe në mjedisin digital, pra në hapësirat online. Kemi analizuar efektet gjithashtu që vijnë nga këto platforma kur bëhet fjalë sa i përket të gjithë aspekteve shëndetësore, aspekteve që lidhen me shëndetin psikoemocional të fëmijëve, por edhe pasojat që lidhen edhe me raste direkte të dhunës fizike, të nxitur pikërisht nga këto element, pra që nxiten në mjedisin digital dhe pikërisht në platformën e TikTokut. Grupi ndërinstitucional i punës ka patur në përbërje të gjithë autoritetet përkatëse, duke filluar nga Autoriteti i Mediave Audiovizive, nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike, nga Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale dhe gjithashtu edhe Policia e Shtetit, Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Duke marrë të gjithë faktet dhe gjithashtu edhe elementet të cilët për ne ka patur rëndësi maksimale dhe që lidhen drejt për drejt me sigurinë e fëmijëve dhe të rinjve në mjedisin digital, kemi rekomanduar pikërisht mbylljen apo kufizimin e aksesit për platformën TikTok. Ky kufizim aksesi do të jetë deri në një periudhë 12 mujore, periudhë e cila do të na lejojë ne të gjithë kohën e nevojshme për marrjen e masave në bashkërendim me përfaqësuesit e platformës TikTok. Ne kemi nisur tashmë një komunikim me përfaqësuesit e TikTokut, një komunikim i cili ka të bëjë me marrjen e masave të mëtejshme, duke filluar nga filtrat për sa i përket moshës së aksesit në platformën TikTok, nga filtrat në lidhje me kontrollin prindëror dhe gjithashtu edhe sa i përket filtrave të domosdoshëm në lidhje me të gjithë aspektet të komunikimit edhe në gjuhën shqipe, duke vendosur këto filtra do të parandalojmë pra pikërisht edhe promovimin e sjelljeve të cilat janë të padëshiruar dhe që vijnë përmes komunikimit në platformën e TikTokut. Koha është e mjaftueshme për të nisur këtë komunikim. Ministria e Arsimit është ngarkuar që së bashku me Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike dhe me entet e tjera rregullatore dhe me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit të vendoset pra në kontakt dhe të negociojë me përfaqësues të platformës TikTok, por edhe me rrjetet e tjera sociale, pikërisht për të vendosur këto filtra të aksesit të cilat do të minimizojnë këto rrisqe të cilat më pas sjellin edhe problematika nëse nuk vendosen dhe nuk realizohen ashtu sikurse tashmë ne
kemi vendosur këtë komunikim dhe kërkojmë që ta zhvillojmë së bashku me ta. Periudha pra e kufizimit të aksesit në TikTok do të jetë deri në 12 muaj, sikurse e shpjegova, një periudhë domosdoshme për të vendosur të gjithë komunikimin dhe për të negociuar për elementët dhe kushtet që tashmë pra ne i kemi filluar diskutimet me ta.